Në fundmi, këngëtarja Adelina Tahiri ka marrë vëmendjen e publikut me një deklaratë të drejtë për drejtë, e cila ka ngjallur shumë reagime në rrjetet sociale. Ajo foli për mënyrën se si disa artistë po e trajtojnë situatën e rëndë pas ndarjes nga jeta të Shpat Kasapit, një ngjarje që ka prekur gjithë skenën muzikore shqiptare. Adelina u shpreh se ditët e fundit ka vënë re një valë postimesh, dedikimesh dhe deklaratash nga kolegë të ndryshëm, të cilët sipas saj nuk kanë pasur asnjë lloj afërsie apo marrëdhënie të vërtetë me Shpat Kasapin. Ajo theksoi se shumica prej tyre nuk e ndiqin as në rrjetet sociale, duke ngritur dyshime se shumë reagime janë bërë thjesht për vëmendje. Në një intervistë për T7, Adelina e shprehu hapur shqetësimin e saj. Disa këngëtarë nuk e kanë pas as follow Shpat Kasapin, po përfitojnë nga situata. Është pak e egzageruar. Këto fjalë hapën një debat të ri në publik. Apo shndrohet dhimbja në mjet marketingu? Sa të sinqerta janë ngushëllimet publike dhe kush po e bën vërtet nga zemra? Adelina vazhdoi mesazhin e saj duke shtuar një pikë që sipas saj është thelbësore. Respekti mes artistëve duhet jetë i vërtet, i ndershëm dhe i pranishëm edhe kur ata janë gjallë, jo vetëm kur ndodh një tragjedi. Ajo nënvizoi se industria shpesh haron t'i vlerësojë njerëzit në kohë, ndërsa më pas krijohet një valë hipokrizie që nuk i shërben askujt. Deklarata e saj ka ndarë publikun në dy pjesë. Disa që mbështesin plotësisht mendimin e saj dhe të tjerë që mendojnë se çdo dedikim, pavarësisht afërsisë, duhet parë si shenjë respekti. Por një gjë është e sigurt, fjalët e Adelinës hapën një diskutim të rëndësishëm mbi sinqeritetin, marrëdhëniet në botën e artit dhe mënyrën se si reagojnë në momente të rënda. Në fund të ditës, mesazhi kryesor i saj qëndron mbi vlerën e respektit sinqert, një kujtesë për të gjithë ne që t'i çojmë njerëzit ndërsa i kemi pranë dhe të mos e kthejmë dhimbjen e një humbje në garë të pakuptim për vëmendje.